E pabesueshme, Rio Ferdinand përfundon në karrocë me rrota, historia dramatike që po ndodh pas karrierës së luajtur. Rio Ferdinand rrëfen luftën me dhimbjet kronike pasi u tërhoq nga futbolli profesionist. Përfundoi në një karrocë me rrota dhe në spital për ditë të tëra. Historia e ishmbrojtësit, lodhja fizike, një karrierë të kaluar në nivelin më të lartë, i ka lënë një barë të rëndë Rio Ferdinand, i cili në moshën 47 vjeç e gjen veten duke u përballur me pasoja serioze të lëndimeve të së kaluarës. Ishmbrojtësi rrëfeu për Men's Health UK se problemet me shpinën ende e detyrojnë të shtrohet erpasere në spital dhe të përdor përkohësisht karrocë me rrota. Kam pasur probleme me shpinën për një kohë të gjatë. Për 6 vjet ka marrë pilula dhe injeksione vetëm për të luajtur, zbuloi Ferdinand, duke shpjeguar se si këto përpjekje ja kanë dëmtuar shëndetin afatgjatë. Dhimbja vjen me forcë dhe në mënyrë të paparashikueshme. Ka momente të tmerrshme ku duhet të qëndroj në spital për disa ditë ose në karrocë me rrota. Është çmenduri, por më vjen në mënyrë të papritur, pavarësisht se u zhvendos në Dubai dhe adoptoi teknika të reja për të ruajtur trupin e tij. Futbollisti duhet të jetojë me këtë lëvizmëri të reduktuar me ndërprerje, një realitet drastik që lind drejt për drejt nga traumat e pësuara në fushë.